Lista e përbashkët e partive opozitare serbe në Kosovë Bashkë Fitojmë është ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e certifikoi për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista nuk ka përmbushur kriterin ligjor për numrin e nevojshëm të nënshkrimeve. Në listën e Bashkë Fitojmë janë kandidat nga 6 subjekte politike opozitare serbe në Kosovë, si Lëvizja Popullore Serbe, Aleanca e Kosovës, Fytyra e Re dhe Demokracia Serbe, si dhe iniciativat qytetare Veriu për të gjithë dhe Rrënjët. Nga kjo listë thanë më 15 maj se kanë dorëzuar ankesën, duke vlerësuar vendimin e KQZ si të paprecedent, pasi sipas tyre, si arsye për refuzim për pjesëmarrje në zgjedhje është përmendur fakti që pranë disa emrave nuk ishin shënuar numrat e telefonit të nënshkruesve. Në njoftim u tha se nisma ka dorëzuar rreth 1400 nënshkrime, që është më shumë se kriteri ligjor i kërkuar. Lista serbe, që nga themelimi i saj vepron me mbështetjen e Beogradit, ndërkaq Nenad Rashić shihet si partneri i qeverisë Albin Kurtit, në të cilën ai në 2 mandate ka qenë ministër për komunitete dhe kthim. Këto 2 parti janë certifikuar për pjesëmarrje në votimet e qershorit. Për shkak të nënshkrimeve të pavlefshme, KQZ-ja nuk ka certifikuar as partinë politike e Partia e Veprimit Demokratik, që përfaqëson komunitetin bosnjak në Kosovë.